Tregu i pasurive të paluajtshme në Shqipëri vijon të tregojë zhvillime pozitive, duke reflektuar ndikimin e tij të drejtë për drejtë mbi ekonominë dhe sistemin financiar të vendit. Banka e Shqipërisë ka publikuar së fundmi analizën e re të tregut për 6 mujorin e dytë të vitit 2024. Sipas të dhënave, raportohen vlerësime më optimiste për situatën aktuale në treg, si dhe për pritshmëritë në vijim. Numri i subjekteve që kanë realizuar shitje është rritur lehtë, ndërkohë që rreth 50% e pronave të shitura janë blerë përmes kredive bankare me shumicën që mbulojnë deri në 60% të vlerës së pronës. Ndërkohë, interesi i blerësve jo rezident mbetet i lartë, veçanërisht nga vendet e Bashkimit Evropian. Ndërkaq, një tjetër tregues i rëndësishëm është reduktimi i kohës mesatare të shitjes, sidomos në qarkun e Tiranës, duke sinjalizuar një treg më dinamik dhe likuid. Ndërkohë, pritet një rritje numrit të pronave në shitje, sidomos në Tiranë dhe në zonat bregdetare. Ky publikim është rezultati një pune disa vjeçare të Bankës së Shqipërisë në bashkëpunim me Instat. Të dhënat përfshin informacione cilësore dhe sasiore nga 230 kompani ndërtimi dhe agjenci imobiliare dhe shërbejnë si bazë për hartimin e indeksit të çmimeve të banesave. Banka thekson se kjo analizë, edhe pse është e rëndësishme, nuk lejon ende nxjerrjen e konkluzioneve për normalitetin apo devijimin e çmimeve për shkak të kufizimeve metodologjike dhe të dhënave ende të paplota. Megjithatë, është një hap domethënës drejt krijimit të një sistemi të përhershëm statistikash për tregun e pasurive të paluajtshme, sipas standardeve të Bashkimit Evropian.